Live from Tirana në Top Albania Radio. 11:22 orë eksakte në këtë moment jeni duke dëgjuar Live from Tirana në Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital dhe menjëherë ju e dini pas përfundimit të emisionit mund të na gjeni lehtësisht në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Jemi me Seno Fishton, një djalë interesant shkodran i cili edhe gjatë Big Brotherit i ka thënë që ka provuar shumë gjëra në jetë, ka provuar të jetë poshtë, ka provuar të jetë lart, por mbi të gjitha besoj nuk harron të jetë njëri. Çfarë është më rëndësishme në kohët e sotme se shumica e njerëzve Seno në fakt mund të kenë të gjitha, po nuk kanë më kryesorën të jenë njerëz. Po se di, kjo Çfarë të ka mbajtur ty kaq pozitiv se unë mendoj që vjen edhe prej familjes, pa dyshim, po e thash Shkodra edhe njerëz të rrethi shoqëror më kanë drejt gjithmonë njerëz pozitiv. Kam qenë bile një seminar te Grida Duma. Vërtet. Po, edhe shijova në maksimum, bile me batuta edhe me te. Është një figurë që para Big Brother besoj. Po, para Big Brotherit. Edhe më pyeti për çka kjo ardha këtu ose më bën një lloj pyetje, thash mund të tani jetën time, thash më kanë inspiruar njerëz pozitiv, pavarësisht se në jetë kanë bollë gjëra negative. Edhe nga paneli aty më tha hajde u luktoj shkëmbime da biseda për çka kjo ardha këtu më tha. I thash pa mohullu gishti të i bën like, i thash fotove tuaja, i thash pa vjen shaf. Të çesh me te shumë batuta tjera që për momentin s'po më kujtohen. Por kjo është se mua më inspiroi njerëz pozitiv. Jam mundu me kanë pozitiv gjithmonë. Edhe jo jam mundu, po është edhe karakteri jem. Domethënë që unë nuk moj natë me kërkan. Ndoshta kjo është e mirë edhe e keqe, sepse dikush që flet keq mas shpinët, po drejt. Dikush që ta bani dëm në mënyrë retorike të përsëritën, edhe unë e falsha, domethënë kjo është ndoshta që edhe dëmton, po se di kështu është lloji i njerit, kështu me të mirat dhe me të këqijat e vet, kështu jam. Seno, ti e the në klipin tënd prezantues në Big Brother, i cili është interesant në fakt edhe që në klipin prezantues si shikues kupton se si do të jetë dinamika e një banori në shtëpinë e Big Brother dhe ishte realisht interesant. Ti fole pagës aty, nuk e di sa ke folur në shtëpi, se sigurisht shumë biseda edhe na shpëtojnë neve si shikues për divorcin tënd, për faktin që je divorcuar, ke 2 fëmijë apo jo? Po. Për sa vitesh je divorcuar? Kam një 4-5 vjet. Ta theksoj këtë kam dashme e deklaru shumë gjëra te Riona Rusi, po më nxjerr me grep ka pak, po do mundon sa më pak. Sa më pak, bërë mirë që ma the se patjetër kam gjithë dëshirën e mirë për të respektuar kolegët dhe sidomos formatin e Rionës ku njerëzit shprehin aty, po kalot aty. E kam edhe patriote. Po, kalot aty. Kalot, po ne do mundohemi të themi gjëra sot pa lot. Ke kontakt me ish bashkëshorten? Po, patjetër. Është një të uroj për eksperiencën Big Brother? Po, patjetër. Merri më të mirën sepse edhe din që nëse unë një ditë jam mirë, edhe fëmijët janë krenar, edhe për fëmijët çdo e mirë që i ka me kanë për mua, edhe fëmijët kanë me kanë më komod, kanë më pas dyrë të hapun. Je babai i 2 fëmijëve, djalë dhe vajzë. Djalë dhe vajzë, mosha e tyre për shembull 12 edhe 10. 12 është vajza apo djali? Djali. Si është raporti yt si baba, domethënë si Seno si baba? Gjëja që nuk i kam vërtit kur. Okej. Edhe gjithmonë i kam nxjerr nëpër lojën, nëpër parçe, sportin edhe këta veglat muzikore i kam pas fiksim sepse i thosha jeni midis Europës, edhe me kanë Shkodran, mas me ditë me lut sport ose i vegël muzikore, domethënë për punë merr me jotami thosha, mas do thon për kështu punë tetërore. Dosha me Alon kam pas shef gjithmonë edhe i vegël muzikore me mësu boll për ditëlinje për veti më mbledh, domethënë ti je në shpirt i lirë për veti. Ti je djalë që ke bër shumë gabime në jetë? Me thes. Si e thon morrina me thes. Po pse se zakonisht njerëzit, sidomos të spektrit mediatik mundohen të fshehin, mundohen të shesin imazhin perfekt, imazhin moralizues, të fshehin këto gabimet që kanë bërë në jetë, dhe pse shumica në fakt i bëjnë edhe njerëzit më të zgjuar në botë thonë që prej gabimeve edhe gabimet duhen shfrytzuar sepse për tyre nxjerrin. A dim se kanë dashur të thonë këtë gjë. Ti pse nuk e ke problem të thuash që unë jam një djalë që kam bërë një mixeza? Unë dosha me thonë këta që mi lën brezave tjerë mundësin me kontrollu emocionet edhe mos mi pru
problemet familjes që i kam çunë. On dosha më thon tana për me mujt me ndiku te 1, 2, 3 se mendoj që mund të jenë pjesë aty në gabimeve që kam bë allone. Po me një dosha më thon me një mënyrë që paktet më shërby se nuk ka kur vonë mu tërheq për gabimeve, po edhe me gjetë një drejtim duhur. Nuk po thosha vetëm për veti, unë thash s'kam him Big Brother vetëm për veti. Më thuaj nëse po të pyes më shumë siç duhet, por gabimet e tua me çfarë lidhen konkretisht? Po di me thonë që për shumë me veset që kam pas, që kam lujt Bexhas, po, s'kedina, se unë jam, se e kam lujt vetin, kazino të dlomin syt, kam lujt. Më vjen mirë që drejton në sportivitet. Po, dhe me thonë, për sa kam kënë kazino, kam të forta, bile pa të tregej rest, hinat e i kazino, të gjukatat, s'pa përmendi, edhe ishte njëni shkreti, kishte lënë shpirtin në kazino, ton jetën, e kishte vu automat, mos jell, edhe kështu e kishte marrë xhumi. Unë futem njët me te, fosi 10.000 lekë atë. Edhe fillai, edhe kur i del xhumi aty se i marrunen lekë edhe i del xhumi kështu. Ua tha mi hëngri. I thash po mi hën musi jam çut, jam aty si e fjetë tha. Përgjithësi, edhe për të qenë sigurisht e bëj këtë bisedë sepse siç edhe ti do dojen Big Brother për të përsëri mesazhe pozitive, jo as pak për të të vendosur ty në mundësinë e linçimit publik apo për të folur për shembull që nuk janë të duhura. Unë mendoj që fali sekond, do mesazhe të mira. Unë mendoj që nuk është çdo gjë që bëhet është gabim, pa nuk marrësh mos me ndryshu. Po, absolutisht. Po çka ka null, nuk mund ndryshohet. Po puna është mos me ndryshu atëherë turp, mendoj. Absolutisht. Se no, do dua të pyes pak, po respektojmë premtimin që i ke bërë Rionës, do dua të pyes pak për gjëra të tjera që nuk lidhen shumë me historitë tua personale. Çfarë planesh ke ti në aspektin mediatik, duke qenë se ke pasur edhe një podcast për sportin, e të gjitha me radhë, edhe me që jemi këtu çfarë mundësi do doje ti nga Top Media, dhe pakës fare për situatën e fundit në Big Brother, por fillimisht shkojmë në një hapësirë të shkurtër marketingo.